Dhe nuk mund të qohet askush që thot me plot gojën është rrit korrupsioni dhe s'ka qenë kur korrupsioni siç është sot, sepse kjo është një gënjeshtër shumë e madhe. Se po t'ishte rrit korrupsioni nuk rrite ekonomia, po t'ishte rrit korrupsioni nuk rriteshin pagat dhe pensionet, se nuk do ishin rritur të ardhurat në arkën e shtetit ashtu siç janë rritur. Po t'ishte rrit korrupsioni, nuk do rritej numri i përfituesve nga garat publike, të fondeve publike, e të tjera të tjera. Dhe unë refuzoj me neveri këtë narrativ që nuk kanë nuk din ton asgjë tjetër, s'din bëjnë asgjë tjetër, po vjedhje, korrupsion.